Prestigjiozi amerikane CNN ka kushtuar një artikull Alpeve shqiptare duke vënë në fokus shtegun Majat e Ballkanit, një itinerar malor që përshkon Shqipërinë, Kosovën dhe Malin e Zi. Në artikull theksohet bukuria e peizazheve alpine, natyra e ruajtur dhe rritja e interesit të turistëve ndërkombëtar për këtë zonë, e cilësuar sipas medias amerikane si një nga hapësirat e fundit të mëdha të natyrës së egër në Europë. CNN informon të gjithë turistët që duan të vizitojnë Alpet shqiptare, që të jenë të përgatitur mirë fizikisht, të jenë të pajisur me çizme të forta dhe me një çantë shpine të mbushur me ushqime dhe ujë. Nuk ka pika të dukshme kontrolli apo kalime kufitare që të ndërpresin bukurinë e shtegut Maja Ballkanit. Megjithatë, nuk është e pazakontë që një ditë e gjatë me lodhje fizike të nisë me një mëngjes të bollshëm me një shtet dhe të vazhdojë me një darkë të gatuar në shtëpi në një tjetër shtet. Shtegu rrethor prej 120 miljesh përshkon Malin e Zi, Shqipërinë dhe Kosovën, ndonjëherë duke kaluar disa herë nga një shtet në tjetrin gjatë një dite të vetme ecje përmes një vargmali të njohur si Bjeshkët e Nemuna. Ndërsa ky emër mund t'i ketë stepur fillimisht të gjithë përveç aventurierëve me serioz, kryesisht nga Europa veriore, shtegu që ndryshon vazhdimisht po nis të tërheq vizitor nga gjithë bota për të eksploruar majat e larta gëlqërore, liçenet akullnajore, livallet me lule të egra dhe pyjet të dëndura me lagështi. Ata ofrojnë një qetësi që rrallë mund të gjendet në pjesët jugore të kontinentit. Në fakt, malet e kanë marrë emrin nga kushtet e tyre të vështira sezonale. Ky emër lidhet gjithashtu me izolimin e epokës së luftës së ftohtë, kur një pjesë të këtyre territoreve ishin të parritshme. Sot ato janë shtëpia e asaj që me të drejtë është cilësuar si një prej hapësirave të fundit të mëdha të natyrës së egër në Europë, një peizazh që e ka ngritur Majat e Ballkanit pranë majës së listës së shtigjeve më të mëdha ndërkufitare të ecjes në botë. Aftësitë teknike për ngjitje malore nuk janë të nevojshme, por kjo nuk është një shëtitje e zakonshme. Bukuria ashpër e këtyre maleve kërkon një përgatitje të qartë fizike, por dhe me pajisje. Ngjitjet janë të pjerta dhe i gjithë shtegu ka një grumbullim total ngjitje prej gati 35.000 këmbësh, që është dukshëm më shumë se lartësia e Everestit. Edhe zbritjet nuk janë të lehta pasi kërkojnë kujdes në vendosjen e këmbëve dhe ekuilibër të qëndrueshëm. Rritja e numrit të turistëve ka sjellë përfitime jo vetëm ekonomike, por dhe sociale për komunitetet lokale. Sezoni kryesor i ecjeve në këtë rajon shtrihet nga qershori deri në shtator, ndërsa maj dhe tetori mbeten alternativa të mundshme, por me rrezik më të lartë për dëbor dhe më pak mundësi për akomodim dhe ushqim. Pavarësisht vështirësive të terrenit dhe kushteve të paparashikueshme të motit, zhvillimi i turizmit malor përgjatë majave të Ballkanit po u jep një mundësi të re komuniteteve të zonave të thella shqiptare, duke ndërthurur natyrën, historinë dhe traditat lokale me një formë të qëndrueshme të turizmit ndërkufitar e përmbyll sjenën për shkrimin e tij.